Bismillahi Rahmani Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala dhalimin, was salatu was salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit alayhis salam ja dërgojmë, elusim Allahun të na shton, të na mëson të dobishme në ilmin e dobishëm, të na shton diturinë dhe të na jep dobi nga ajo që mësojmë. Vëllezër, tema e sodit është, mundet me thonë, prej temave më të mëdha sa i përket akides, besimit, që ka të bëne me ditën e gjykimit. Teksti është: "Wa nu'minu bil ba'thi wa jaza'il a'mal yawm al-qiyamati wal 'ardi wal hisab wa qira'ati al-kitabi wal thawabi wal 'iqabi was sirati wal mizan wal hawd alladhi akramahu Allahu ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqq." Tema e sotit është për ringjalljen, për paraqitjen, për mizanin, edhe pse nuk mundet të gjitha me i marë sot, për arsye se për shembull, sicila kaptim prej këtyre përmban në veten e saj tekst të madh. Leximi, shpërndarja e regjistrave, po ashtu edhe për siratin, për dënimin, për shpërblimin, për siratin, edhe për haudin që Allahu xhelleshanu e ka nderuar Muhamedit alayhis salam, që prej atij do të pinë ummeti i tij. Vëllezër, ahireti është kështu, njerëzit sot në dinjo i kemi di grupe. Një grup se beson, thot linja kot është ajo, jetojmë, ham, pim, vdesim edhe u kri. Grupi tjetër thot jo, vallahi, kena me ringjall dhe me dhon përgjegjësi Allahut subhanahu wa taala. Nëse bisedojmë me grupin e parë, i thona këtë rregull. Nëse edhe pse ne jemi të bindshëm, nuk ka ndryshe që kjo është, ka ringjallje. Dita e gjykimit është hak. Instinkti njeriut, ajo natyrshmëria e njeriut, vallahi dëshmon. Secili prej nesh ka dëshirë me jetu edhe me qenë i ri. Tash ai që është i ri, është i ri. Pa i cili që i ka bo 50 e kështu përpjet, vallahi ka qef me qenë i ri, me qenë i fort, për shumë çështje. Këtë shpresë, këtë dëshirë nuk e ka gjetë Allahu te instinkti, te zemra, te koka e këtij, vetëm sot mos ki gajle, ka me ndodha ajo, ama ajo ka vaktin e vet. Ju themi këtira ateistave, agnostike, kështu me radhë. Nëse është puna si thoni ju, ani be, ne s'paku kena jetu si njerëz. Kemi hongë gjoja të shëndetshme. Kur kemi ra me flet rahat. Nuk kena bo haram, jena largu haramit, nuk kena bo zullum. Prandaj kur kemi dalë jashtë, kemi hec rahat. Nuk kemi fsheh as prej policisë, as prej filanit, as prej falanit, pse jemi të pastër. Edhe nëse vdesim dhe nuk ka ringjallje, si thoni ju, more kena jetu me kvalitet, jena knaq. Po çka nëse është e jona, çka do të bëni? Nëse ka ringjallje, mirë për ju, për ato më falni. Edhe s'ka dyshim që ka ringjallje. Po pse, mbasi që kishte një distancë e madhe mes Isaut edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, cilin vit ka lejë pejgamberi alayhis salam sipas kalendarit Gorgian, që i thonë? 571, thot 570 që ajo. E procedurë e madhe, shtoj edhe 20 vite derisa erdhi shpallja, sa u bon ato? 690 vite, 611 vite. E për ato u përpoqen një grup e madhe e njerëzve brenda kësaj periudhe, thonë, ja, nuk ka ringjallje. Çështjen e ringjalljeve thonë, e ka shpikur vetëm kush? Thanë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se profetët tjerë s'kan folë për ringjallje. Me i besu, po se për ringjallje, jo. Kanë fillu dhe me thonë çka? Me shpik gënjeshtra, gjoja se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë çështjen e ringjalljes çka? E ka shpikur prej mendes së tij. Thona ne, shiqoni, puna e ringjalljes, Allahu xhaleshanu këtë çështje
e ka fillu të çështja me lekëve, po se po, nëse doni të flasim për njerëzit, ja prej të njeriu i parë, prej të Ademi a.s. Tha Allahu, qale hbitu ba'dukum li ba'din adu, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qale fiha tahjaune, wa fiha tamutune, wa minha tukhrajun. Allahu Gjeleshanu atëri tha Ademit, Havës edhe Iblisit, dilni këtë, qale hbitu ba'dukum li ba'din adu, zbritni prej xhenetit, dilni, edhe do t'jeni armiqt e njëri tjetrit. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dhe në tokë është vend qëndrimi juaj, ushqimi juaj deri në një afat. Pastaj tha Allahu, fiha tahjaun, atje keni me u gjallëru, wa fiha tamutun, dhe në tokë do të vdisni, wa çka tha Allahu Gjeleshanuhu, wa minha tukhrajun, edhe njerët do të dilni prej tokës. Thonë prej te Ademi a.s. Po mirë, një gjotë të tillë e ka ditë edhe Iblisi. Çka i tha Iblisi? Allahu Gjeleshanu, qale rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun. Or Allah, atëherë më ringjall mu të kem afat dhe të qëndroj deri ditën e ringjalljes. Allahu subhanahu wa ta'ala i tha, qale rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun, qale fa innaka min al-munzirin ila yawmi al-waqti al-ma'lum. Ti tha do të kesh afat edhe do të qëndrosh aty deri kur të mirët edhe ti të ta merr Allahu Gjeleshanu shpirtin. Nuhi a.s. Çka i tha popullit i tij? Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Allahu ju krija juve prej tokës dhe ju rriti, ju boni domethënë njerëz të mëdhej burra. Thumma yu'idukum fiha, pasaj përsëri ka me ju kthin tokë Allahu Gjeleshanu. Thumma yukhrijukum ikhraja, pastaj të ka me ju nxjerr Allahu Gjeleshanu edhe një herë prej tokës. Ja pra, e para njeriu i parë çka ka thonë? Iblisi, edhe ai ka ditë që ka ringjallje. Profeti i dërguari i parë, Nuhi a.s. nuk ka nevojë domethënë me marr shembull plot se secili profet i ka thonë popullit të tij që do të ketë ringjallje, do të ketë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Me to, nuk qenë ka gjë e re kjo prej te Muhamedi a.s. Se çështja në besim, në thelb, në tauhid, ditën e gjykimit, gjithë ato çka do të ndodhin, këtë mesazh e ka barë çdo profet, ja ka përcjell popullit të tij. Nuk ka diçka e re, dhe se vetëm Muhamedi a.s. i ka pru këtë çështje. Min hujajil Qur'ani fi ithbatil mi'ad. Tu është vëllezër një tregim i madh, edhe unë këto të gjitha ajetet i kam nxjerr këtu me një flet ekstra. Këto janë në surën Yasin. Erdh Ubej ibn Khalaf. Ubej ibn Khalaf, a thuhet në rivat tjetër As ibn Wa'il. A rivajete më tepër ka se Ubej ibn Khalaf. Ki Ubej ibn Khalaf, ki ishte i vetmi person të cilin e vrau Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E gjujti një shigjet, edhe atë me dorë, edhe e preku shigjeta këtu, pak të feti, në luftën e Uhudit, shkojnë në Mekë duke përdit, mbiti Muhamedi, e kishte vendu dorën këtu, ato thanë, hiqe bre dorën, shohim mas zhaks ashtu dal, ati një vend i vogël pak i pret, jo tha me ditë dhimbjen që e ka mune, ju nuk mund ta paramendoni, edhe vdiq. I vetmi njeri që pish, Ubej ibn Khalaf. Vllai Umeja ibn Khalaf, cilin e vrau Bilal. Erdh edhe kish marr disa eshtra, ato eshtrat pa marr parasysh kujt kanë qenë, a ndonjë kafshë, ndonjë njeriu. Ato eshtra aq domethënë të vjetra, saqë nuk mund të qëndrojshin në dorë, edhe erdh te Muhamedi alayhis salam tha ja o Muhammed, atë që këto eshtra, basi ne do të jemi eshtra, edhe filloj me i bo ato plun, se ato mo ishin gati s'kishin beta zho. E mbasi të jemi në plun, ka Allahu Gjeleshanu me në ringjall neve, a je çka je duke fol? Që shoh vëllezër Muhamedi alayhis salam pse ishte domethënë fillim. Edhe kjo tash na mëson neve si me reagu në to raste kur bëhet fjalë diçka për tauhidin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Naam. Yumituka Allahu thumma yab'athuk, thumma yahshuruka ila an-nar." Po tha, ka Allahu me ta marrë shpirtin, dhe ka Allahu me të ringjall, dhe ka Allahu me të futur në xhehenem. I tha Ubej ibn Khalaf. Më thonë mushtrik plot. E Allahu nuk e haroj këtë çështje, këtë tregim, e ka përshkruajtur në Kur'an në surën Yasin, ku fillon ajeti 78. Thot Allah: "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala
Men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Na prutha një shembull Allahu për këtë Ubej ibn Khalaf, çfarë shembull me çato eshtrat? Allahu nuk i dha përgjigje, tha, wa nasiya khalqa. Edhe haroj krijesën e tij ai si ishte, siç azgjoj, po Allahu xheleshanu. Qala men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. E kush është që mundet të eshtrat me i ngjall, me i kompletu, kur ata janë hije dhe plun? Allahu xheleshanu tha, qul, shiqon gjëse, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim. Thuja Muhammed, këto ka me i kompletu, këto ka me i ringjall, me i vesh, me mish, me ven, me damar, me të gjitha gjërat, ai i cili e krijoi njeriu, e krijoi këtë krijesë prej fillimit, herën e parë, që ai është i njëjti që ka me i ringjall njerëzit, i cili e krijoi këto. Pastaj vazhdon Allahu. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Kur është druni, tha Allahu xheleshanu, i gjelbërt, i njom, askujt nuk i shkon ndërmend, apo në fillim nuk i ka shku askujt ndërmend, se mundet që ki dru, me ko, me u shëndru, dru i thatë, që njerëzit me ngroh me ato. Allahu ja pru shembull, një shembull më të vogël, të drujt. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Ai është i cili ka me i ringjall, i cili prej druve të gjelbër të njom, i bëri ato të terët që njerëzit drut thatë, me ata ngrohen dhe edhin zjarm edhe e përdorin për shumë. Pastaj Allahu xheleshanu i thatë. Muhamedit a.s. i zbriti këto për me i thonë ati, e walejse alladhi, një shembull më të madh, e walejse alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim. Ti, thot Muhamedi a.s., ati mushrikut, i cili flet për njerëzit kush do t'i ringjalle, thuaj ati diçka më e madhe. Ai i cili i krijoi 7 kat qiell. Alladhi awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. A nuk është i plot fuqishëm ai i cili i krijoi qiellrat edhe tokën, me i kriju ato edhe një herë? Çka do thotë kjo? Ai i cili mban 500 kg mund t'i çone. O turp ti thosh atij, a mund t'i çesh 20 kg? Marraj 500 kg ti t'i çon? Ti thua ti mundesh 50 kg, 20 kg, 30 kg. Ai 500 kg i shet tamam, i kapon edhe i çon. E këta ki i thot Allahut xheleshanu, si mundet Allahu me i ringjall këto për njeriu? Allahu thot që ai i cili i krijoi 7 kat qiell që nuk ishin fare, edhe krijoi edhe tokën, që ai edhe një herë ka me kriju këtë univers edhe një herë prej fillimit. Imagjino ti një mjeshtër është, edhe i ka bo 100 karike si kjo. I ka bo me durët e tia, i ka gdhen, mare tamam i ka bo. I ka bo të bukura si cila ma e bukur se tjetër. Ja u ka dhonë format e ndryshme, a më të gjitha jenë bukura. Edhe ti i marë edhe ta dhe të gjitha i dogje. I thoi, haja mu më bëjsh hala. A i prap me ribon. Pse? A i në fillim, nëse ka pas vështërsi, ka pas në fillim, e pse ki shemull nuk është për Allahun, Allahu ti takon shemullat më të mirë. Por një person, një mjeshtër i cili e krijon këto, a i thot, unë atë bëj me sejt mshelbe, qka? Pse unë adhin sa kom bo për i kësaj. A i mjeku që i bon operacion ti frigesh, nese bon dua, lutë Allahun dhe pasaj i thoi mjeku që do tjetë. A i thot, ti je i 1050 ti. Ti atë të frigë, të largohet friga, subhanallah. Ki 1000 sa, gjithë kanë pas sukses, gjithë kanë pas sukses. Hec ma shpejt. E kur Allahu xheleshanu i ka kri këto, Allahu xheleshanu i tha këto, yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Tash ai druni i that që ndron mal, kalbet bie posh, ai ka marr fund prej ati Allahu xheleshanu çet fitila, filiza tre të bën edhe një herë dru. Prej kuj? Prej çati drurit kalbët. E nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Vdes nana, sa ka ndodh? Në lindje nana ka vdek, prej asaj del një fëmijë i gjallë. Apo e kundërta, ai ka qenë i vdekët, por ka qenë i gjallë, ama ka qenë jo besimtar. E pranon Islamin, Allah thot prej ati, të me thonë jo besimtarit që ka qenë jo besimtar. Ai te Allahu xheleshanu i vdekur, do të thoni, çka thot pejgamberi alayhis salam, dallimi mes atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun, çka është? I vdekur, do të thon, dallimi i atij që lexon Kur'anin dhe atij që i cili nuk lexon Kur'anin, nuk e përmendën Allahun, është shembulli si i gjalli edhe i vdekurit. E Allahu e nxjerrën të gjallin nga të vdekurit dhe të vdekurin e nxjerrën nga i gjalli. E këto pse ki tha kështu? Për asia a i mendon, apo tjerët që e mohojnë edhe njëherë ringjalljen, çka mendojnë ato, që nuk kanë lidhje me këtë çështje.
ata mendojnë se një gjë e tillë kërkon punë, kjo kërkon për me kriju edhe një herë kën univers, mos e thoni ju që kjo ka më u zhduk gjithë, edhe një herë me u kriju, kjo ka punë, apo dikush që është ashtë mahma këtë këtu duhet me pas alete, duhet me pas mjete, duhet me i transportu gjërat. Allahu Gjeleshanu siç i thot, innema emruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. O njerëz, mos e lodhni me kokën. Tek Allahu Gjeleshanu gjithë kjo çështje, gjithë kjo krijesë, çka ne shohim edhe nuk mund ta shohim. A e din si ka qenë kjo, si ka fillu? Ka fillu me dishkronja kun fayakun. Nuk u ka lodh Allahu subhanahu wa taala, subhanallah, vepro kështu. Ka thonë kun fayakun, banu edhe u bë. Pastaj e përfundon Allahu Gjeleshanu thot, fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Subhan, larg çdo tmete, larg çdo mangësie, është ai i cili tër universi është në dorën e tij, siç që thot më fund, wa ilayhi turja'un, dhe te ai do të ktheheni krejt. Kjo do të thonë është argument për hujaj min hujaj al-Quran fi ithbat al-mi'ad. Shembull sa dush ki në Kur'an, edhe ki për shembull në aspektin shkencor, po ne i morëm këto ajete për arsye se edhe autori i librit Allahu mëshiroft i ka pru këtë çështje, domethënë këto ajete. Tash është një çështje tjetër. Kayfiyatul i'ade. Ki njeri i cili si e prua atë shembull nai, si e kishte emrin ai mushriku? Ubej ibn Khalaf. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon. Thot me një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam yabla, rivajetin tjetër, ya'kuluhu at-turab illa 'ajba adh-dhanab minhu khuliqa ibn Adam wa fihi yurakkab. Thot hadithin sahih Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, biri Ademit ka me u zhduk masi të vdesë. Do të bëhet i edhe plun. Me rivajetin tjetër jebla, rivajetin tjetër ya'kuluhu at-turab, ka dheu me përbi birin e Ademit. Qëndron toksa qëndron, një vjet, 2 vjet, pa marrë parasysh ta, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka të dheu me përbi, me bë plun. Çka tha? Illa ajba dhanab. Përveç ajbu dhanab. Për këto unë ekstra kom gjetë një tekst, do ta lexoj vlezë se është me rëndësi, cila pjesë e njeriut nuk zhduket në trup. Ajo është fundi i shtillës kurizore në trupin e njeriut dhe përbëhet nga 3 deri 5 ruza apo unaza të vogla të bashkuara. Në aspektin shkencor njihet si rripi fillestar, i cili shfaqet, shikoni sa interesant tash, i cili shfaqet tek embrioni në ditën e 15, domethënë mbet gruaja 7 zane në ditën e 15 që ka formohet në barkun e nënës, në ditën e 15, dhe konsiderohet përgjegjës për caktimin e ndarjes së qelizave dhe formimin e organeve. Gjithashtu ajo nuk prishet, shpërbëhet dhe është lënda nga e cila do të riformohet njeriu në ditën e gjykimit. Kjo do të thonë është ajo ra'sul us. U kriju formu njeriu tash dolën ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala. Çka ka jaza al a'mal. Jaza, shpërblimin, a dini si e ka thënë Allahu Gjeleshanu? Do ta lexoj një ajet për kthimin e tij. Maliki yawmiddin. Fjala din të çfarë qëllim ka? O ju me telefonat atje. Maliki yawmiddin. Dita e gjykimit. Ashtu është e përthyer. Din është dita e shpërblimit të veprave. Maliki yawmiddin. Gjuhën arabe thon kema tedinu tudan. Çka do të bësh të gjësh? Shikoj, kema tedin tudan. Ajeti tjetër që Maliki yawmiddin. Thot Allahu Gjeleshanu, yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Shikoni, nëse doni ta shihni, kjo është ajeti 25 në surën Nur. Allahu këtë din e ka përthisi shpërblim i vepra. Thot, yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin. Atë ditë Allahu Gjeleshanu ka me masën që e meritojnë, ka me i shpërbli din, ditën e gjykimit. Më thonë, dita e gjykimit çka? E ka edhe emrin edhe yawmuddin. Thot Allahu Gjeleshanu në hadithin qudsi,
Ja ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyaha, faman wajada khayran falyahmadillah, waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsuhu. O biri Adem, vita Ademit, thot Allahu xhaleshanu, to janë gjitha ditën e gjykimit veprat e juaja. Unë i kom regjistru këto vepra, unë i kom shënu, e ta si pas atire dhe që shpërblej. Dhe Allahu shiqesh ka thot, kush gje e hajr, le ta falenderone Allahun xhaleshanu te libri i tij. Kush gje e sherr, do të thonë, kush gje në fal diçka tjetër, jo veprat mira, mos ta akuzone, mos t'jalone fajin as kujt tjetër përveç se kuj, përveç se vetes së tij. El ardu wal hisab, vëllezër, që kjo është tema më me rëndësi. El ard, paraqitja dhe llogaritja. Kush është para, a llogaria, a paraqitja tek Allahu subhanahu wa taala? Këto janë ditë, paraqitja tek Allahu subhanahu wa taala. Do të lexojmë diçka këtu, disa ajete ku Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an. Fe yawma idhin waqa'atil waqi'a, atë ditë ka me ndodh ajo e vërteta, dita e gjykimit. Wa nshaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya, edhe qielli ka me u nda, me u coptu. Atë ditë të qielli fare nuk peshon asgjë. Wal malaku ala arja'iha, dhe do t'i shohësh melekët në për gjitha skajet e botës që ndrojnë kom. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Dhe atë ditë, ditën e gjykimit, kanë me mba arshin e Allahut subhanahu wa taala, sa melek? Thamanje, 8 melek. E thot Allahu, yawma idhin tu'radun, la takhfa minkum khafiyah. Tash ne do të flasim vëllezër për paraqitjen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith. Do ta lexojmë një herë këtë hadithin këtu që është në libër, e ka nxjerrë Imam Buhariu nga Aisha radiallahu ta'ala anha, se i dërguari Allahut tha: Lejse ahadun juhasabu yawma al-qiyamati illa halak. Secili që do të jep llogari ditën e gjykimit ka me u shkatru, do të thonë ka me u dënu. Do të thonë do të japë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Aisha radiallahu ta'ala anha, kur e ndëgjoi këtë fjalë prej pejgamberit alayhis salam, qale ya Rasul Allah, elejse qad qala Allahu ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dëgjoni vëllezër hadithit kuptonja. Tha Muhamedi alayhis salam, se cilin që do ta merr Allahu xhelleshanu në llogari, ai puna ati ka marr fund. Aisha tha, po Allahu thot, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nëna besimtarve radiallahu ta'ala anha i tha, ja o dërgori Allahut, ti thua se cilin që do ta merr Allahu në llogari ka me donu, helek do thon ai ka marr fund, ka dështu. Po Allahu thot, sa i përket atyre të cilëve libri do t'ju jepet nga dora e djathtë, nga krahu i djathtë, ato ka me i bo Allahu xheleshallu një llogaritje yesira, një llogaritje të lehtë. Tash pejgamberi alayhis salam tha, si cilin që Allahu e merr llogari, ai ka me u dënu. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu ta'ala anha, fa qala Rasulullah, innama dhalika al-ardu. Ajo që ka thua ti oj Aisha është ard. Çka është ard? Paraqitja. E këto e tregon Muhamedi alayhis salam me një hadith tjetër. Shikoni vëllezër, hisab ndahet në dy grupe, mbani mend, llogaritja ndahet në dy grupe. Llogaritja e paraqitjes dhe llogaritja e dënimit. Llogaritja e paraqitjes së veprave dhe robit para Allahut, o e veçantë vetëm për besimtarët dhe për xhenetlit. Llogaritja apo paraqitja në llogaritje. Del para, llogaritja ndahet në dy grupe. Llogaritja e vështirë dhe llogaritja e lehtë, e cila është paraqitja para Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam me një hadith, inna Allaha yudni al-mu'mina fayad'u alayhi kanafahu wa yasturuhu fayaqul. Allahu xheleshan, kjo vëllezër është e paraqitja. Allahu ka robin e tij, do ta afron afër vetes së tij dhe do t'ja vendon kenefahu, çka aq mirë do ta mbulone, do ta mshele këtë person, mos e shoh askush,
dhe as më ndëgjon çka flet ki me Allahun. Edhe do t'i thot Allahu, e ta'rifu dhanba kadha, e ta'rifu dhanba kadha. A e din që këtë mëkat kur e ke bo? Atë kujtohet që ki mëkat kur e ke bo? Atë kujtohet këtë dit? Atë kujtohet ajo dit? Kjo është paraqitje. Çka i thot robi fe yekulu? Nam e i rab. Por Allah më kujtohet. Por Allah më kujtohet. E mbaj mend unë këto. Nuk e mohoj këtë çështje. E di. Allahu xhelleshanu thot, hatta idha qarrarahu bi dhunubihi. Derisa Allahu xhelleshanu çka e vërteton këtë çështje dhe ai i pranon të gjitha çka i ka bë, thot Allahu xhelleshanu, wa ra'a fi nafsi annahu halak. Kur e pa ki 100 gabime, edhe të gjitha Allahu janë nxjerrën, 1000 gabime, 2000 gabime, ki u bind se mo nuk ka shpëtim. E hupi shpresën, e uli kokën, Allahu xhelleshanu thot, satartuha alejke fi dunya. Në dynja të ka akuzuar me këto gjojat? Unë të kumbulu edhe në dynja. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dhe une kom sot me t'i fali. Që tash do t'i jipen këti librin krahun e gjajt. Para ditën e gjykimit pas ringjalljes, çka është? El-ard, paraqitja. Delte Allahu xhelleshanu një nga një, dënja nuk e merr Allahu xhelleshanu fare, çka me lipaj. Ai ka bo kufër, ai ka bo shirk, ai ka bo dhe ka bo dhe ka bo, ka ofendu islamin, ka ofendu pejgamberin alayhis salam. Ai nuk ka drejt afrohet te Allahu, ti afrohet Allahu afër, thotë e ta mbulon atë kuraj me mëkatet e atia, e ka mbulu dynjon, është qëllimi, i ka shfaq ato, ka thirrë në mëkate, ka thirrë në kufër, ka thirrë në shirk, ka thirrë në armiqësi kundra islamit, kundra muslimanëve, kundra xhamive. Atë të afron Allahu xhelleshanu, atë se afron fare, as e shikon atë me shikimin e rahmetit subhanahu wa taala. Por cilët besimtarët, para është ardh, paraqitja tek Allahu xhelleshanu. E pastaj i jepet këtij librin në krahun e djathtë. Thot, fa amma men utiya kitabahu bi yaminihi, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. E këtij pasi që do t'i jepet tash libri nga krahu i djathtë, ki tek Allahu xhelleshanu atje çka ka? Llogari shumë të lehtë. Domethënë Allahu xhelleshanu këto faktikisht gati se nuk e bën llogari, domethënë nuk e thellson. A këto ka me pit këtë tjetrin, wa amma men utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura. Pasat ajeti tjetër, fa yuhasabu hisaban asira, ka mu bo llogari të rëndë, atë ka me vetë Allahu xhelleshanu për secilin detaj. Këtë të besimtarin e te i kalon, hec. Më thonë, llogarit vogël ki ka me dhonë, një llogarit lehtë. E këtë jo besimtarin, Allahu xhelleshanu, që do t'ja jep librin nga ona e djathtë, ki ka me dhonë llogari shumë të madhe. Llogari të rëndë, për secilin detaj ka Allahu xhelleshanu me pit. E kjo është që e ka pas qëllim Muhamedi alayhis salam fillim të hadithit, që tha, secili që do ta merr Allahu, domethënë llogarit, do ta bënë llogari për secilin detaj, ai ka me u donu rënd. E Aisha radiallahu ta'ala anha tha, po edhe secili ka me u bë llogari, jo tha. Ajo llogari është paraqitja tek Allahu xhelleshanu, kur robi do të paraqitet, e Allahu ja shfaqen atij do mëkate çka i ka bë, e i thot, unë në dynjë këto t'i kom mbulu dhe unë sot këto mëkate do t'i fali. Inna Allahe, tash tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një hadith tjetër që do të ndodhe me Musaun alayhis salam. Edhe kjo është shumë mirë me e ditë vëllezër këtë çështje. Ditën e gjykimit njerëzit do t'i kaplon këtë veka me jurat fikt, do ta hupin vetë dijen. Kur Allahu xhelleshanu do të vjen ditën e gjykimit, dhe para se mi fillu llogaria njerëzit kur do të dalin para Allahu xhelleshanu në ditën e mahsherit, ka me i kaplu, i thonë, një sa humbja e vetdis. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot në hadith, inna an-nasa yus'aquna yawm al-qiyamati fa yakunu awwalu man yafiq. Ditën e gjykimit ka njerëzve me jurat fik, gjithë kanë me hub vetdin. Unë thot jam i pari që do të kthjellem. Unë jam i pari që do të zgjon. Po thot Muhamedi alayhis salam, fa idha Musa akhidhun bi qaimati al-arsh. Unë thot zgjon as një para me. Kur e shoh Musaun alayhis salam, e ka kap njënën prej këmbëve të arshit, edhe aty qëndron. E thot pejgamberi alayhis salam, ose kjo është përblim për Musaun, për arsye se Allahu xhelleshanu
e sprovoi Musaun me një rast që ai hupi vetdijen. Piqe është kur e humbi Musau a.s. me vetdijen që i rat fikt. Qale rabbi anzur, qale rabbi arini anzur ilejk, qale lan tarani, walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra maqamahu fasawfa tarani. Musau kërkoi prej Allahu xhaleshanu ta shohë Allahun. Më thonë, ashtu si do ta shohim në ditën e gjykimit, tha nuk do të më shohësh. Shikon atë kodër, nëse ajo qëndron, atëherë edhe ti mundet të më shohësh. Kur Allahu xhaleshanu i shfaq kodrës, ajo do më thonë u bë hi plun edhe Musaut alayhis salam, çka i rat fikt. E thot Muhamedi alayhis salam, ndoshta për këtë arsye Allahu e ka nda Musaun. Ti e morë këtë, do më thonë këtë sprov, u sprovove me këtë dinjot, çash, ose thot Musau u ka zgju para meje, ose fare nuk e ka ploj kitë trishtim në ditën e gjykimit që i ka ploj gjithë, ose për ato Musaun alayhis salam ditën e gjykimit nuk e ka plon atë, nuk e sprovon Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit me atë humbjen e vetdijes që të prej frikës, të merr i madh do të jetë kur të dalin njerëzit para Allahu xhaleshanu, derisa edhe Muhamedit alayhis salam një gjë e tillë edhe atë përfshin, por tha unë i pari, tha u zgjova, u kthjella, kur e shoh Musaun ai para me, tash ose ai fare se ka nuk i ka sprovuar Allahu me to, ose atë Allahu xhaleshanuhu, ose o zgjuaj para me, njona prej këtira është. Është edhe një profet, që Allahu xhaleshanuhu e shpërblej se dinja vlezër, thot Allahu në Kur'an, wa hal jazau al-ihsani illa al-ihsan. A ka shpërblim për atë që bën të mirë vetëm me një vepër të mirë. Është një profet që Muhamedi alayhis salatu wassalam natën e Mi'rajit e gjet atë në ku me një shtëpi që në qabën e qiellit, e gjet atë të qëndru aty. Ibrahimi alayhis salam, pse? Se e shpërblej Allahu xhaleshanu të jetë Ibrahimi alayhis salam që në Beitul Ma'mur, aty melekët ku bëjnë tavaf, melekët ku hinë 70.000 dhe nuk kthehen më, ose nuk dalin prej aty, ose nuk kthehen edhe një herë tjetër. Ibrahimin alayhis salam e gjet pejgamberi alayhis salam aty pështetet tu bot të spi melekët ai ndjonte. Pse? Se Ibrahimi alayhis salam ishte ai i cili e ndërthoi Qabën, e Allahu xhaleshanu thot shpërblimi jot do të jetë me i njëjtë me veprën të cilën e ke bë, edhe e la që Ibrahimi alayhis salam të jetë deri ditën e gjykimit, aty te Beitul Ma'mur të jetë i pështetur, edhe të ngjonet të spit e melekëve të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe një vledhra hisabi, i thon hisabul ard, llogaria e lehtë që robi do del para Allahut subhanahu wa taala, edhe çka Allahu xhaleshanu ja shfaqen, e ke bë këto, e ke bë ato. Edhe ai tjetri i rond ku Allahu xhaleshanu nuk toleron atë. A që tërgoj diçka që kom pa në televizor, supona ishte të merë të shohish. Shijat kur i lajshin, a dini çka i bëshin shijave? A keni ndëgju çto unë për shembull, një herë kom dëgju, e tash kur e kom pa, e di që atë kur e kom dëgju, Allahu alem sa vite ka, 20-30 vite. A besoni shijave para se me i laç çka i bëshin vet njerëzit? Kraun e gjath e majt ja theshin copa ja bëshin. Ja rokshin me kom edhe copa. Pse? Që më ketë mundësi ki ta marrë librin kraun e majt vetëm se në kraun e gjath. A e kupton si që i futet kur i ndale Allahu xhaleshanuhu, që ditën e shtu mos me gjujt peshk, ata çka bon? Ata, jo, ditën e shtu po, ama të xhumon i hapën ato, kur perendoj dielli ditën e xhumon, i bon ato bazenet, që ditën e shtu, dielli dhe me thonë i mirshin, masi perendon të dielli shtu. Vallahi ja u theshin durët, a ishte të merë, a i vdekët, dikush ishte edhe i fuqishëm, dhe me thonë që kishtë vdek i fort, mëre si më lidheshin 3-4 vetë derisa njerë ja theshin këtu edhe njerë ja theshin këtu, që mos me e marra i librin që Allahu xhaleshanuhu përpiqen me i bo hile. Allahu na ruajt, Allahu na uzoft dhe në këtë fe, dhe në këtë besim, në këtë tauhid, dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam na forcoft deri në vdekje, edhe ashtu edhe na ringjalt. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.